Përshëndetje të gjithëve, jam burimi një gazetar kines që freshit. Kupa e botës ende nuk ka nisur, por atmosfera e saj ka filluar të ndihet që tani. Mbruza, topa futbolli, framuj, suvenire dhe produkte për tifozët, shumë brej këtyre produkteve po brozohen, porositen dhe tërkohen nga një qytet në lindje të Kinës. Ky qytet quhet EU. EU ndozet në provincë Zhejiang dhe shpesh njihet si supermarketi i botës. Në tregun ndërkombëtar të tregtisë në EU, gjenden zjetra mjera stenda dhe mbi 2 milion lloj artikush. Nga produkte sportive, lotrat, zbukurimet, stende për shtëpi deri tek artikujt e vegjël të përditshëm, aty ku mund të gjesh pothuajse gjithçka. Me afrimi e Kupës së Botës 2026 të sektori i produkteve sportive në qytetin EU është bërë akoma më i ndezur. Njerëz nga vende të ndryshme shkojnë në këtë treg me lista të gjata porosisht duke kërkuar mbruza, topa, produkte për tifozët dhe suvenire të ndryshme. Edhe fabrikat vendase po punojnë me ritëm të lartë. Në disa linja prozimi, topat dalin njëri pas tjetrit, ndërsa kërkesa për produkte të lizura me potërorin po rritet ndjeshëm. Për tifozët, Kupa e Botës është një festë që vjen një herë në 4 vjet, por për qytetin EU, ajo është një mundësi për të parë më nga afër ritmin e tregut botëror. Aty ku ka një ngjarje të madhe sportive, aty ku ka festa, aty ku ka kërkesë nga konsumatorët, qyteti EU ndi të përgjigjet shpejt. Kjo është arsyeja pse ky qytet është kaq interesant. Qyteti EU nuk është vetëm një emër në statistikat e tregtisë. Ai lidhet me jetën e përditshme të njerëzve në shumë vende të botës përmes marrëdhënieve të vegjël që shpesh i përdorin pa u menduar gjatë nga vijnë. Dhe shqipëria nuk bën përjashtim. Ndoshta në një dyqan në Tiranë, në një treg buzë derit në Durrës, apo edhe në shtëpinë e një familjeje shqiptare, mund të gjenden produkte që kanë ardhur nga EU, nga Kina. Prandaj në të ardhmen dua t'ju çoj më nga afër në qytetin EU, të shohin së bashku se si këto produkte nisin nga Kina, arrin në Shqipëri dhe bëhen pjesë e jetës së përditshme në shumë vende të botës. Jam burimi, një gazetar kines që freshit. Shihemi herën tjetër.